Moti i keq goditi me forcë zonat bregdetare të jugut të vendit duke shkaktuar pasoja të rënda në Himar dhe Sarand. Bilanci i stuhisë është 2 persona të vdekur, disa të plagosur dhe dëme të shumta në infrastrukturë, biznese dhe mjete lundruese. Në Himar, viktime e stuhisë mbeti një 54 vjeçar Bashkim Boçi, punonjës sezonal, operator të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ai ishte duke punuar në zonën e Potamit për riparimin e një defekti në rrjet kur u rrëzua nga një shtyllë elektrike rreth 9 metra e lartë, pasi dyshohet se u koputur ripi sigurisë. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, ai u dërgua pa shenja jete në qendrën shëndetësore të Himarës. Tragjedia e dytë u regjistrua në ujërat pranë ishujve të Ksamilit, ku u gjeti pa jetë 61 vjeçari Mihal Zoi, peshkatar nga Saranda. Policia e gjeti dhe mjetin e tij lundrues të fundosur, ndërsa hetimet po vijojnë për të përcaktuar nëse vdekja ka ardhur si pasojë e motit të keq apo nga një tjetër rrethan. Stuhia shkaktoi edhe të plagosur. Në Sarand, 3 persona pësuan dëmtime të lehta nga thyerja e xhamave të godinës dhe automjeteve, ndërsa pas marrjes së ndihmës mjekësore u larguan për në banesat e tyre. Policia kufitare ndërhyri në disa raste emergjente në det, një familje me 5 antar u shpëtua pra njalës pasi mjeti i tyre lundrues pësoi defekt gjatë natës. Gjithashtu, gjatë operacioneve në Sarand, Bunec dhe Ksamil, u asistuan disa mjete lundruese që rrezikonin të fundoseshin. Pasojat e motit ekstrem u evidentuan edhe në tokë. Në Sarand, pemë të rrëzuara bllokuan akse rrugore, ndërsa një pish dëmtoi 3 automjete pranë stadiumit. Dëme u raportuan edhe në bizneset përgjatë shëtitores, ndërsa 2 skafe të ankoruara në portin e Limionit u shkoputën nga dallgët dhe përfunduan të fundosura. Për shkak të përkeqësimit të kushteve tetare, autoritetet kanë ndaluar lundrimin e mjeteve në zonat e Sarandës, Ksamilit dhe Borshit. Kufizimet do të vijojnë deri në një urdhër të ri nga Kapiteneria e Portit Sarand.